kur I vetëm pse I keni thënë kësaj ehlul hadith aty në ehlul raj, thonë për arsye se Medina ka pas hadith mjaft dhe për ata nuk kam pas nevojë më mbështet në mendje dhe në analogji dhe në burimet plotësuese. Për ata ato I kanë pas hadithet dhe janë mjaftuar me kaq. Ndërsa Kufja dhe Iraku atje ka munguar për shkak të largimit nga qendra, Medina, ka munguar hadithi dhe prej këtu janë detyruar juristët islam të Kufës që praktikisht në mbështet në analogji dhe në burimet plotësuese siç janë istihsani dhe urfi të ngjashme për të cilat inshallah do të flasim më vonë, se janë terme që secili kërkon sqarim dhe janë terme që përveç profesionistave nuk I marrin vesh, po fjalën e kemi shkurtazi për burimet plotësuese. Që nuk kupton çdo çështje e cila paraqitet dhe nuk është trajtuar, nuk kemi ajet për to. Dhe hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë ajo konsiderohet zbrastirë juridike. Atëherë duhet këtë çështje me e zgjedh ose këtë problematik ose me marr vendim rreth kësaj problematike ose në analogji duke krahasuar me një çështje që është e përafërt me të, e që ka bazë në Kur'an ose në Sunet, ose duke shiquar interesin e përgjithshëm të Islamit ose objektivat e përgjithshme të Islamit ose shpirtin e Islamit dhe synimin që synon atë ose traditën që e një popull dhe kështu me radhë. Këto janë sane plotësuese që inshallah do të trajtojmë dhe do të marrim më vonë me të. Po ajo që neve po na intereson në këtë hyrje është se ata na paraqisin në këtë formë. Thonë juristët islam praktikisht ose shkollat më vonë janë shkolla që e pasojnë e para ehl hadith ose pasues të hadithit, pronart hadithit, kështu kisha me bën një përkthim, dhe ehlur raj pasues të mendimit të lirë, gjykimit të lirë, sepse janë të obliguar sepse s'kan pas mjaft hadithe dhe rivajete që më mbështetën to. Kjo është parafërsisht sa thonë, dhe për ata del se shkolla ehlul hadithi janë ma me ven, normalisht e arsytojmë Kufen edhe Irakun edhe Ebu Hanifen ma vonë edhe Hanefit dhe një farë shkolle për arsye se s'kam pos, po kjo nuk ka arsye tash sot. Pse? Sepse këtu është synimi I përfundimit të tyre. Sepse tash sot I kemi hadithet, dhe tash mos se kemi telashën se kemi largë Medinën ose qendrën, po tash I kemi librat janë botuar me gjithandej, janë verifikuar hadithet, janë marrë dietarët e hadithet kësaj kohe, dhe tash kemi tekste dhe hadithet mjaftueshme dhe prej këtu duhet praktikisht çdo rivajet I cili bën ndesh me një vendim që është marrë te Hanefit duhet të korrigjohet dhe të pranohet mendimi ynë, edhe në farë forme kështu e kanë përgatitur terrenin që shkollës Hanefive si mbetet tjetër sa vetëm se me pranue atë që e thonë shkolla tjetër ose ehlul hadithi ose pasuesit e hadithit dhe tek kështu është shpëtimi. Mirë, unë do të mundohem me tash pak me dhonë një sqarim në mënyrë që kjo trajtes të del pak ma logjik shumë. Mas pari, këtë çështje, këtë bindje, këtë paraqitjen në këtë formë të çështjes nuk e përkro realiteti historik dhe realiteti shkencor. Për çfarë arsye? Për arsye se neve jemi munduar që në trajtreset e fundit dhe të parafundit me kallëzuar se Kufja nuk e ka pas këtë telashe që këta po mundohen me thonë Kufa nuk ka pas rivajete dhe transmetime. Për arsye se në Kufe na kemi thonë se kanë kaluar parafërsisht 1500 prej shokëve të pejgamberit alayhis salam dhe siç thonë shumë prej dietarëve që marrë me këtë çështje, ajka e dietarëve prej sahabëve janë konë në Kufe. Dhe këto e kemi sqaruar duke përmend mendimin e dietarëve dhe rivajete sahia që janë transmetuar prej gjeneratave të hershme. Shqali, tash Afani ka qenë njëni prej tash po mësuesve të Imam Ahmedit, të Buhariut, kush është Afani? Afani thot Yahya ibn Said al-Ansari, Yahya ibn al-Qattan, thot sikur rivajeti e Afanit, atë që a transmeton Afani, të më përkrah muhe, ose është I njëjtë me atë që kumë transmetuone,
edhe nëse në rivajet krejt bota ndalin kundër, nuk njëhi për atë qështje. Dhe në qëtë nivel e ka konsiderua Afanin. Afani tash kaldun të regon për veti, kur u shkuan Kufe. Të të jemi shkuan e për gjitha venet e përshkruan këtë qështje, kanë shku atje, po kena përfunduar në Kufe. Kur kemi përfunduar në Kufe, të kemi najt 4 muaj. Në gjatë 4 muajve, sikur të kishum dasht, kishum mujt me i shkrua 100.000 hadithe. Po ne i kemi shkrua gjatë saj kohë vetëm 50.000. Sikur të kishum dasht, i kishum shkrua 100.000 hadithe. Po ne edhe i murëm, edhe i shkruam vetëm gjysën e këtyne. Thot Imam Keftheriu, masi e përmen këtë transmitim dhe këtë rivajet prej këtij dietarit madh, thot 50.000 është gati 2 fyshi i Musnedit të Imam Ahmedit. Është gati 2 fyshi. Musnedi i Imam Ahmedit ka dikun tash varësisht për dërshkrimi me sene, po thom që i ka dikun të 30.000 rivajete, së më kujtojtë sakë so është qatje, ose i ka dikun ofër 8.000 hadithe të pa përsëritura. Mirë po, kryesore i ka dikun 30.000 e diçka rivajete. Ndërsa Afani po të veç në Kufe për 4 muaj i kemi shkruar, sikur kishim dashur jo 50.000, po i kishim marrë edhe 100.000. Ai i cili është për dietarëve të nivelit të Afanit, që është mësuesi i Imam Ahmedit, se na gjithë po flasim për gjeneratën e hershme, flasim për gjeneratën e dytë dhe gjeneratën e tretë, që Imam Ahmedi s'është prej tyre, as Imam Shafiu s'është prej tyre, as Imam Maliku s'është prej tyre. Po flasim për gjeneratat e shumë të hershme. Për ata na përdom në bazë, në temel që është nis çështja dhe që është trajtuar në mënyrë që degëzimet na dalin të shnosha dhe përfundimet na dalin të vërteta dhe reale. Për ata Afani thotë kështu ka qenë, do të kjo është gjendja e hadithit në Kufe. Për cëllan thotë ma vonë Buhariu, thotë kom shku në këtë vend një herë, 2 herë, i përmen krejt trevat e botës islamit që shku me kërkua hadithin, po kër e përmen Kufen thotë wala uhsi adedan. Të nuk e di sa arë kompi, thotë aq shumë herë jem shku në Kufe me transmituar dhe me marri vajete hadithe, sa që nuk e di, nuk muna me përmen numrin e saktë sa i madh që është. Kështu që, më thonë, Kufe ka pos të lashe, dhe djetarët juristët islam të Kufes është dasht më mbështet në analogji dhe burimet e tjera plotësuese, ose në logjik, në mendje dhe përfundime logjike, me gjithë dispozitat për sa ta mundon me honë kej pej qefit tani, që ka tek mendja qështu, edhe pse kundërshton tekstin s'ka vole. E kjo e thonë disa që pak janë ma të prekun prej fanatizmit prej tyre. Po, si do që tjetë, nuk shëndron fakti dhe realitet është se Kufja ka pas hadith të mjaftueshëm dhe praktik prej sahabëve dhe atyre që kanë mësuar drejt për zëjti prej tyre të mjaftueshme që nuk ka pas nevojë, e sidomos është edhe një element tjetër që kisha me pas ndëgjuesi parasysh, ajo është hadithi i Haramejnit që është quajtur, ose rivajetet e Mekës dhe të Medinës. Nuk kanë qenë vetëm tash po them pronë e tyre. Unë të kam pas drejt tonë, sepse në shkuar krejt djetarët në Haqilak. Për ata, edhe nëse nuk është shkuar me marë hadithin prej tyre, atër kanë shkuar për Haqilak. Jo që krejt djetarët e mlajt të Kufes, komplet janë prej atyre që kanë marë hadithin edhe prej djetarëve të Mekës edhe të Medines. Disa prej tyre do t'i përmendim inshallah në javën ardhshme, kur tash të filloj me gradualisht me rshit me përmend gjeneratën e 2 dhe 3 të juristëve islam dhe me përfunduat e themeluesi i real tash i shkollës juridike hanefite që është imami më i madh, ajo është imam Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala. Për ata me këtë që dështëm të thonë, ose si përfundim, nuk shëndron e pa qëndrueshme është logjika, mendja, teoria se në Kufe nuk ka pas hadith dhe rivajetet mjaftueshme për ata banorët e Kufes ose dietarët e Kufes, juristët e Kufes janë dashur më mbështet në rej dhe ijtihad, do të në analogji dhe burime plotësuese sepse nuk kanë pas hadithe dhe rivajete të mjaftueshme. Po Kufja nëse nuk ka te i kaluar me dirën, edhe pse në gjeneratën e 2 dhe 3 s'ka dyshim se dietarët e hadithit kanë më shumë në Kufe
se në dy haremet, siç e kemi përmend dhe realitetin në javën e kaluar, kur kemi përmend mendimin e Imam Hakimit, i cili praktikisht në Ulumul Hadith në librin e tij na thotë se Medina ka pas 41 transmetues të besueshëm që siç thot ai i ofrohemi Allahut duke transmetuar prej tyre në nivel. Me po kur përmend për Kufën, këtu e kemi të 40 nishi, unë Mekë i dalin 20 dikun, kur përmend Kufën i dalin 201. Që këti rongu në Medinë i kemi 40, në Kufë i kemi 200. Ose 201, siç është e ka përmend Imam Hakimi. Për ata nuk mundem me thonë që në Kufën nuk ka pas hadith. Prej këtu nuk qëndron teoria se Kufja janë quajt ahlur raj dhe në mbështetën mendje dhe në logjik për shkak se nuk kanë pas hadithe. Një element tjetër që mendoj se është më rëndësi të përmendet, ajo është Hijazi në realitet a ka qenë ahlul hadith Imam Maliku, që konsiderohet imami, si që kanë konsideruar ata imami e ahlul hadithit. Do të përmendni disa dhona dhe mendimin e shumë dietarëve që janë marrë me këtë çështje, e ata që merren me fikun e dinë që krejt çashtu është. Në realitet e shohim se Hijazi, Medinja, Imam Maliku nuk është pej ahlul hadithit që pretendojnë ata. Nuk është faqihu atharin, po faqihu ra'yin. Mirë, faqihu athar dhe faqihu ra'y. Shkolla e ra'yit dhe shkolla e hadithit. Për më kuptu drejt, kisha pas qef me na morë vesh shuosit, çka nën kupton fjala ra'y. Dhe cili është dallimi realun mes tash po them dy taboreve, taboret e ahlul hadithit tash të quajtur dhe taboret e ahlur ra'yit. Fjala ra'y, mendje logjik, nën kupton kur të gjenerata e hershme, kohën e sahabëve, kohën e pejgamberit të sahabët dhe tabiint dhe tabiint me fjalën ra'y kanë nën kuptue kur juristi islam, dietari, e ka pas tekstin para vete, ajetin dhe hadithin, dhe nëse ajeti dhe hadithi kam pas synim, ka pas ursi për vendimin që është marrë, gjithër po flasëm për ajetet dhe hadithet që trajtojnë fushën e jurisprudencës islame, që kanë karakter juridik. Do të praktikisht, juristi, nëse ka nejt të tekstualiteti i tekstit, me fjalë tjera nuk është thelluar çfarë është synimi i tekstit dhe cili është forma se si do të aplikohet ai në praktik dhe si duhet të komentohet ai dhe të plotësohet me tekstet e tjera, te dietarët e hadithit, ahlul hadithit, këtë çështje nuk e kemi pas. Ka nejt të tekstualiteti i hadithit dhe janë me çatë. Ndërsa ahlur raj, dietarët, tabori tjetër, janë kon ata të cilët tekstin, hadithin, nuk e kanë kuptuar si të partë, jo sipërfaqësisht, jo te tekstualiteti i tekstit, po janë thelluar teksti për çka ka ardhur, cili është synimi i tekstit, cila është urtësia që Zoti e ka kërkuar, si të realizohet ajo që teksti po e kërkon, dhe çfarë përfshin ajo në realitet. Kështu tash kanë dalë kanë me rezultate ndryshme, dhe kjo prej kohës së sahabëve. Për ata, s'ka asgjë të përbashkët ato që mundohen me na vesh neve dhe me konsideruar që është gjë e urrëtur, e që është e rrejur, në kuptimin që ata mundohen me paraqit dhe me trajtuar se është fjala për mendimin e cili në farë mënyrë i teket juristit. Dhe që kjo tekst nuk kam për këtë farë muhabeti, edhe tekst i ke gjason disa hoxhëllorë që kur po pyeten tash në për neja në për sene të të vëllaj nga të meshësht që kjo është punë qështu. Do të praktikisht ai s'ka as ajet, as hadith, as ka lexuar për çështën kur e vet, vën që mund që nuk e di këtë çështje thotë, valla nga të meshësht ose sipas mendimit tim, kjo është ai rreji që është edhe me tekste dhe me gjithashtu është i urrëtur dhe i ndaluar fetarisht. Ndërsa rreji për cilin na po flasim është fjala për atë studimin që
thom dietari I kualifikuar ja bën tekstit kurrëçet para vetes, duke e synue dhe duke u thelluar te cili është synimi I tekstit, çka kërkon teksti, cila është urtësia e tekstit dhe çysh me apliku ato në praktik pe teorisë. Kjo është ajo rreji. Të parë nuk thon kështu, të parë vallai teksti ka unë çështu edhe s'lodhen hiç manina. Për ata janë quajt ahlul hadith, këta tjetë janë quajt ahlur rai sepse këta kanë shoqëruar pak më thellë këtë çështje. Kjo puna është prej sahabëve, po, prej kohës së sahabëve. Tekstet sahabët si kanë punë njëjtë. Dikush s'u lodh hiç me ato. Tekstualisht çështu hadith po edhe tjetë jo kanë shtim mendjen edhe kanë dosh çapo thon Zoti ose pejgamberi çka ka dosh nëpërmes tekstit. Për shembull, është ai shembull që zakonisht e marrin sepse është pak më I qartë dhe më I kapshëm. Hadithin që e transmeton edhe Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë, kur pejgamberi alayhis salam ka thënë la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Qurayza. Fjala është te lufta e Ahzabit, e njoftën në historinë islame, koalicioni, kemi të bëjmë për koalicionin e parë anti-islam në historitë. Ta shoh shumë herët. Kohës pejgamberit kemi pas koalicion fatkeqësisht. Pejgamberi sallam këtu Bani Qurayza kanë tradhtuar në luftë kanë tradhtuar musliman, pejgamberët dhe musliman. E kanë thyer marrëveshjen dhe praktikisht në kohën më të vështirë muslimanët janë konë një lloj sandviçi. Se për tyre qëndrua ata janë konë brenda qytetit, armikun përballë dhe ka ardhur gjendje shumë e vështirë. Kur e përshkruan Kurani për mos me hub kohë belagat al-qulub wal-hanajir. Do të frikës së drosë dhe sa nëse tash njerëz sahabët edhe pejgamberi kanë harruar vetveten. Tash i kanë familjen, fëmijën, sa ne këtë pa rujtën, se këne s'kam pritë që do të sulmohen edhe mas shpinës. Për këtu ka përshkruar Zoti në Kur'an, ditë kur zemrat kanë rritur dridhje rroja, rrigës duket që zemra po do të dal pe fytit, ha. Ashtu ka përshkruar që sa gjendje kon. Kur ka përfunduar gjithçka lufta më të mirë, pejgamberi sallam ka urdhëruar që tash të shkohet edhe të japet një mësim I mirë Bani Qurayzës. Për ata dhe ka thonë, kërkush mos të fal namazin e ikindis përveç se në Bani Qurayza. Kështu tekstualisht. Dhe shokët janë drejtuar krejt tash ushtarët që në kohën krye lufta Ahzabit janë drejtuar me shkuar edhe më marr me fillua me rrethua edhe me luftu kundër Bani Qurayzës. Tekstualisht pejgamberi çapo mos të fal kërkush ikindin veç se në Bani Qurayza. Disa prej shokëve të pejgamberit sallam e kanë marrë vesh se kanë ditë që për namazë ka kohë caktuar. Dhe ajo është farz, ku të mund largu. Po pejgamberi sallam ka unë kështu duke synuar që sa më shpejt me shkue, dhe synimi konë shpejtësia, që mos më marrë me kur gjë tjetër, po sa më shpejt me shkue atje. Për ata, kur kanë po që vakti, u hi I kindis, jenë halë dhe kanë falë, gjatë rrugës I kindin, dhe kanë vazhdu rrugën. Pjesa tjetër, se kanë marrë vështu tekstin, ata kanë qyrë tekstualitetin e tekstit. Si përfaqësisht pejgamberi po urdhon, mos ka mu fol, te atje. Dhe praktikisht e kanë vënuar I kindin dhe kanë fol mas kohës. Dhe është njoftuar pejgamberi alayhis salam që kanë vepruar disa kështu, disa ashtu, I ka miratuar edhe punën e njën dhe punën e tjerëve. Do të ka pranuar që ata që e kanë kuptuar tekstin që mu fol rrugës, që e kanë kuptuar ditën që është fjalë ngutije, jo më nxjerr namazin jashtë kohës. Ka thonë mirë vani keni, por ata që tekstualisht kanë punuar si mbas tekstit, edhe pse është karakteristike në këtë rast Ibn Taymija thotë që ata që janë fal gjatë rrugës, qëndrimi I tyre, kuptimi I tekstit kanë aswab, e kanë pas më me vën. Kush janë këta? Jo tekstualistat, jo ata që janë quajtur më vonë ahlul hadith, po ata që janë quajtur ahlur rai dhe kanë shtim mendin, kanë tekstin që kanë qenë jo pejgamberi po kështu për shkak të synimit. Synimi është çështë me mri, më shpejt se është që synimi I pejgamberit me largue ose me qit namazin prej kohës së tillë. Për ata kemi të njëjtin tekst, kjo është formi. Për ata me dallimin mes ahlul hadithit dhe ahlur ra'it, te gjeneratat e para është ky forma e qasjes në tekst, jo kemi dhe s'kemi tekste. Forma dhe komentimi I hadithit ose ajetit, e jo kemi ose s'kemi rivajete. Për ata kështu që
Kjo është kondallimi. Dhe kjo ka ardhur tu u profilizue. Kanë met këta si tash po them sipërfaqësorët, tekstualistat që kanë ai tekstit veç sipërfaqësisht, pa u thelluante, kanë vazhduar dhe ma vonë e shohim tani kanë marrë kur shkencat kanë filluar mundo, kanë met vetëm transmetues të hadithit. Filoni që marrën në fillim deri shumë ma vonë. Që marrë veç ata janë veç transmetues, veç magnetofona. Ndërsa kemi pas palën tjetër që ma pak janë marrë me këtë filoni për filonit, po janë rek dhe qasja e tyre ose synimi kryesor i tyre ka qenë kuptimi i tekstit dhe forma e komentimit të tij dhe forma e aplikimit. Normalisht apo e marrim si shembull se shembull mos kemi shembull shumë. Na patëm Ramazanin jo shumë moti. Edhe për problematikave kemi pas sadakatul fitrin. Dhe sadakatul fitrin pejgamberi sallam ka mësue sunet që me e dhonë prej grunit, prej elbit, prej hurmeve, rushit erën, përmenit edhe këtu një tash po thëmë një gati si të lyeni diçka në kohën tonë. Këta që e quajnë veten ehlul hadith, ka thonë, pejgamberi ka përmend këto llojet të ushqimit, që do të më dhonë si sadakatul fitr. Për ata vlera ose kundër vlera e tyre nuk lejohet më dhonë. Që do të thotë, nëse e dhonë në pare, nuk është e lejume. Pse? Se tekstualisht ka unë pejgamberi, këto e japni. Mërë po, ehlur raj, juristët islam, ata që thëllon dhe, synimi i tekstit cili është, synimi i tekstit është për me ndihmu të varfërin. Për ata, na bon mjallon ato, po bon edhe mjallon kundër vlerën. Nëse është në të mirën e të varfërinit, i dhonë diçka që është në kundër vlerë tyre saneve. Për ata, tekstin e kanë kuptu synimin e tekstit cili është, e jo tekstualitetin e tekstit. Për ata, na e shumë sahabët, shambull tjetër që është shumë maj qartë e sani me po që synimi është aj që është i rëndësishëm, jo tekstualiteti. Kohën e pejgamberit alayhis salam për shtas të humbura, tash për atë kohë devet, sa ata që ato e kanë pos ma shumë të shprehun. Na ma heret kemi pos lopët e delit e kanë do që kanë hub. E ndopi i kupes edhe është humb. Pejgamberi alayhis salam kohën e vet, deven, ka unë devja ku e humbur lehet. Mos me prej kërkushi. Deri të gjoni Zoti. E kjo ka vazhdu kështu. Në kohën e ma vonshme, tash kohën e Uthmanit ka filluar çështja pak më prish ka pak dyoja, ka filluar nuk është në kohën e pejgamberit sallam. Uthmani ka thonë, jo, tash devja e humbur merret, njoftohet komuniteti që unë e mora që deve, të unë është, dhe nëse vjen dikush me e lyp, atëre e ka është të unë. është faz tjetër. Më fali, kjo në kohën e Uthmanit është thonë shitja. Ka në Uthmani shitet, ruhet çmimi, paret, kur të vjen, pronari, thotë qëre paret e tua, këna shit deven. Kohën e Aliut ka filluar do të komuniteti, nuk është mos si në kohën e pejgamberit, as të Bubekrit, as të Uthmanit, do të veret të lashet kanë njës pak më rritmu, interesat e njerëzve sane, kështu që Ali nuk besu mo që edhe ai që e shet, në Buaken nuk e shet me çmimin adekuat. Për ata ka unë do të merret të truhet. Për ato, ata është merret shteti. Bëhet vendi i caktuar, ku do të mbledhen devet e humbura dhe kur vjen i Zoti, pse kam, cili ka qenë synimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka thonë që mos e prekni? Synimin të gjitha rastet është që malli humbur me përfunduar në formën më të mirë të i Zoti. Kohën e pejgamberit që ajo ka në forma më e mirë, deve se ka prej kërkush, devja se ka të lashe, jeton gjatë me ujë e ushqim, me mesane, s'ka problem, sillet dhe e gjoni Zoti. Ma vonë ka filluar komuniteti më, pak më prish, shësënja do të lëveret edhe të shpam,
ka fillu me besimi mu do pësu Pakistani do të jo gjithë njerëzit mu jenë kont nivelit si në kone pejgamberit do të bënë që ka donë. Pra ta ka ndryshu vendimi dhe jo atëre do të meret e mos do të letë ashtu. Po i porën që i gjonë e merë sa në veç njëfto komunitetin edhe se tash ka mundësi që me ronë dur dikujna që e pret edhe hanë mishën dhe kërë muhabeti. Po në kohën e Aliut ka fillu që edhe ai kur e ka shit sikur me paskon e tina, ka kërkuar çmimin adekuat zonë. Po tash edhe këtu ka në kohën e Aliut ka filluar mu keqësu gjendja edhe pak. Për shkak të Hazreti Aliu radiallahu ta'ala ka kërkuar që ajo jo, po çdo send, çdo kafshë e humbur njoftohet komuniteti, lihet në vend caktuar, janë shtallat e shteti vendos ose i ruan ato deri sa të paraqitet ai që ka humbur. Do të praktikisht për këto morën vesh që synimi është që të realizohet që haku, malli me përfunduar te pronari. E tash formën varësisht prej kohës në cilën jem, do të praktikisht shoqëria është ajo që ose udhëheqësit shtetit janë ata të cilën vendosin rregulla që ajo të realizohet në formën më të mirë të mundshme që të ruhet haku atij që e ka. Mirë, kjo është dallimi të sahabët, të tabiin dhe të tabiin, koncepti i ehlul hadithit dhe ehlul rajit. Praktikisht kemi ata që tekstualisht e kanë po tekstin dhe kemi ata tjerë që tekstin janë thelluar dhe kanë kuptuar edhe kanë kërkuar synimin e tina, e kështu kemi plot tekstet cilat nuk na mjafton koha, më marr me to se kemi në raste caktuara kur teksti e nën kupton diçkahin, po jo tekstualisht thuhet. Nëse Zoti në Kur'an na ka thonë wala taqul lahuma uffin prindërve, mos mu i thon as uff. Tefif në arabisht është çdo zo që e lëshon dikush në emën të asaj që është i pakënaqur me ti. Uff. Kjo është tefifi. Edhe këto ndaj prindërve ka ndaluar Kur'ani. Mirë po, teksti kuranor nuk ka thonë që prindin zban me fyje, me shoh, zban me e godit. Nëse do tekst ka përmend këtu sene. Nëse do më tekstualisht tekstin edhe s'do mu thelluan te, atë në donin tona tjera të bënë, që si do jof. Po jo, synimi i tekstit taj që merr vesh arabisht dhe di që jo, teksti s'kuptohet ashtu. Allahu xhaleshani ka përmend ato më të lehtën të mundshme që nën kupton jo si i kënaqur me prindin. Që bën me kundërshtua atë me shprehjen me theksin më të vogël që është. Do të edhe lejohet e lemot të tjerat. Kjo është kuptimi i tekstit, pra ata teksti duhet kuptohet në këtë formë. Kështu që kjo është dallimi mes ehlul hadithit dhe ehlul rajit të gjeneratat e para. Dhe se kjo është kështu, dhe se unë Medine, në Hijaz që ata po mundohen me bo që krejt është konë ehlul hadith, së është e vërtet, unë do t'i përmeni disa tekste që djetarët i kam përmen, duke fillo prej djetarëve shumë tërshëm, që synimi me fjallën raj, ose ehlul raj, ose sahibur raj, është konë për qëllim juristi islam, fakihi, jo ai i cili mbështetet të në mendje dhe jep fetva dhe nxjerr dispozita sipas shefit dhe mendjes së tij, sepse ose s'ka rivajetet mjaftueshme, ose nuk ka problem se si të bjen rivajetet ndeshme me mendjen e tij se Mu'tazilet, e logjikën e tij na praktikisht i kundërshton edhe i refuzon ato. Ja, kjo nuk ka të bëjë konceptin që na jemi duke ofruar. Prej djetarve më të vjetër që ka përmen se në Hijaz ka pos ehlur raj, prej ulemave të maj, faqih, i ka qyt me ehlur raj, si ka qyt ehlul hadith, është Ibn Kutejbja. Kur flasim për Ibn Kutejben, po flasim Ibn Kutejbja ka vdek në vitin 276. Flasim për shumë heret. Ibn Kutejbja, kur i përmen fukahan në librin e tij al-Ma'arif, ka përmen me titullin Ashabur Raj. Edhe nën këtë titull të shumë këne ka konsiderue, tash kisha po sevme më në ndëgjua. Për tyne në Medine e përmen Rabia ibn Farruh, ose i njohur me emrin Rabiatur Raj, i cili ka vdek në vitin 136, i cili
kam rri një numër të jo të vogël të sahabëve. Flasëm për tabiin, për gjeneratën e Ibn Kutejbi a qunë pej, se s'ka pas dyshim. Është Ahlur Rai. Në Medinë është, mësuesi Imam Malikut është, dhe praktikisht është pej Ahlur Rai, pej fukahave. Pej atyre që s'është kënaqur me po tekstin veç sipërfaqësisht. Jo, pse nuk ka pas tekste. Se për Rabiatur Rai, për këtë imam të madh, ka thonë Ibn Majishuni që është për nxënësave më të majtë Imam Malikut e kam rri atë, thotë kana Rabia ahfadhun nasi bi sunna. Njeri ma e njoftën që ka ditë mas shumë të sunet. Hadithe. Po, është kon i njohur me pseudonimin Rabiatur Rai. Rabia i mendimit i logjikës, i studimit logjik të teksteve, jo kuptimit si përfaqësor tyre. Do të i themi Ibn Kutejbes për ai përmend në përkret gjendrat e mëdha dietar të cilët janë Ahlur Rai, do thënë janë fuqaha, edhe pse kreti trajtojnë pe shkollës së Ahlul Hadithit këta që e kanë bërë këtë ndarjen. Do të Rabiatur Rai, i cili ka vdekur në vitin 136 që ka qenë në Medinë, që ka rritur një numër të madh sahabë dhe kon hoxha Imam Malikut, është kon prej Ahlur Rai, jo prej Ahlul Hadith. Do të thonë kon faqih, se kon prej atyre si përfaqësorëve. Imam Evzaiu, Ibn Kutejbja, gjithar po e konsideron. Evzaiu ka vdekur në vitin 157. Thot, i parët është alimi i Medinës, Evzaiu është alimi i Shamit. Sufjan Thauri, gjithara, simbas Ibn Kutejbes. Po përmenim Ibn Kutejbes se është prej Hanefive. Do me përmena me dëshmua ata që praktikisht është pra i tyre. Pra kritikojnë neve tash apo ju kundërvyem me argumentet që i kanë përmend dietarët e tyre. Sufjan Thauri është prej fuqaha wa muhaddith al-Kufa. Tash në vazhdim edhe këtu po nalëm duke transmetuar duke marrë fjalët e Ibn Kutejbes, thot wa Malik ibn Anas faqihul Medina. Malik ibn Anasi sipas Ibn Kutejbes është faqihi i Medinës, edhe është pej Ahlur Rai. Këta që e kanë bërë këtë ndarjen në Ahlul Hadith dhe Ahlur Rai, Imam Malikun e konsiderojnë imamin e shkollës së Ahlul Hadithit. Ndërsa në realitet Imam Maliku është prej fuqahave dhe është simbas Ibn Kutejbes është pej Ahlur Rai. Mirë, a ka thonë dikush tjetër pos Ibn Kutejbes? Kështu, po, për Imam Malikun. Njëri prej njerëzve që është marrë shumë me Imam Malikun pej bashkore, nëse do me po që djetarët fukahaja që e në konën me thebin Maliki, që e në borë me fik, ju kanë thonë Ahlur Rai, vetë Malikit, na mundu me pru plot argumente pej librave të tyre. Se Malikit dhe Imam Maliku konsiderot imami e Ahlul Hadithit, që kjo së qëndron, ajo vetë i pari që është, ajo është Ahlur Rai. Nuk është Ahlul Hadith në kuptimin që është këta po mënohen me ne për cilëdheve. Mirë, pej mendimeve tyre, për shembull Ibn Abdul Barri, kush nuk dyshon se është njëri prej dietarëve më të mëdhenj të mëdhëbit Maliki. Mendoj që është prej dietarëve më të mëdhenj në kohën e tij në gjitha mëdhëbeve. Imam Ibn Abdul Barri është kon dietar që i ka pranuar dhe e ka vlerësuar as lart edhe Ibn Hazmi që është hasmi i shkollave juridike tashmë. Armiku është ai që praktikisht është imami i shkollës që këta po e quajnë Ahlul Hadithën këtë bashkore. Por ata edhe po i thonë Dhahiri, se ai që ashtu ka pas tekstin, s'ka analogjia të gjitha ato janë të ndaluara, janë haram edhe që ashtu ka shty muhabetin. Ibn Abdul Barri transmeton قال ابن لهيعة قدم علينا أبو الأسود في سنة 31 و100. أبو الأسود كار تكنيفة في على كيم جتر مدينة فيتن نسينا ترضني. فقلت من للرأي بعد الربيع بالمدينة. كنا دوتي بورتت أضحيتيا فيكت الرأيت والمدينة مصر ربيع سيكودي ربيع. Abu Lesvedi që i thët, tekstualisht thët,
qala al-Ghulam al-Asbahi. Al-Ghulam al-Asbahi, i riu pej i Asbahive, fisit. Fjala është për Imam Ali, për Imam Malikun. Do të ai që do ta merr udhëheqjen e rrejit unë Medinë mas hoxhës së tina do të jetë Imam Maliku. Praktikisht kështu kanë konsideruar ehlul rrej, jo ehlul hadith në kuptimin që po paraqesin këta. Normalisht për Malikive kemi për shembull Al-Hafidh Ebul Walid ibn Faradi, gjithëherë ka konsideruar këtë dietarët e mëdhëbit Maliki që janë marrë me fikë ka thujt ehlul rrej. Ai biçon vetë fuqahat e mëdhëbit vetë, dhe kush do me lexuar për këtë farçoshtje mundet me lexuar në librin e tij të njohur Gjykatësit e Kortovës, ku ai ka thujt komplet gjykatësit me emrin ehlul rrej. Ose dietari i madh tjetër i Malikive Ebul Walid al-Baji, ata që donë me ditë ku është marrë me këtë çështje, është shpjegimi i hadithit Da al-Idal pe Muwattës. Çfarë thotë në të? Thotë ولم يروي مثل ذلك عن مالك أحد من أهل الرأي من أصحابه. Dhe këtë hadith kërkush nuk e ka transmetuar prej nxënësave të Malikut që është marrë me fik. I ka thënë ehlul rrej. Nxënësat e Imam Malikut ehlul rrej. Kërkush e ka transmetuar këtë hadith. E ka transmetuar vetëm ata që janë marrë me hadith pe Imam Malikut. Ndërsa ata që janë marrë me fik, edhe që janë marrë me dije, do të jesh me transmetim nuk e kanë transmetuar këtë hadith. Do t'i ka konsideruar Malikit, dietarët që janë marrë me fik pe Malikive, i ka konsideruar ehlul rrej. Abu Zahra është njëri prej alimëve më të mëdhenj bashkëkohorë shekullit që më mbrapa të Egjiptit. Ka një libër për secilin prej imamëve. Do të ka një libër për Imam Ebu Hanifën, një libër e ka për Imam Malikun, një libër e ka për Imam Shafiun, për 4 imam, dhe një libër e ka për Imam Ahmed. Ka shkruar për fuqaha dhe personalitetet më, po për ta ka shkruar. Kur ka shkruar për Imam Malikun, ka kallëzuar këtë realitet. Thot, edhe më herët kum sinjalizua që Imam Maliku nuk guxon të ta merr tretmon dhe trajtohet të traditet në atë që quhet ehlul hadith. S'mundu me shti në këtë rang. Ai është ehlul rrej. Dhe kur vjen në këtë libër, që ka shkruar tash një libër, thotun ta, neve gjatë këtij studimi kemi ardhur në përfundim se krejt ata që kanë shkruajt rreth zhvillimit të fikut islam, historisë së tina, dhe e kanë ndo dietarë që janë marrë me te në ehlul athar edhe ehlul rrej, dhe e konsiderojnë Medinën për ehlul athar dhe Kufën për ehlul rrej, të gjithë e konsiderojnë yadhkuruna anna Malikan faqihu atharin. Konsiderojnë për ehlul hadithit. Wa inna Abu Hanifa radiallahu anhu faqihu ra'yin. Është prej juristëve që bën pjesë në grupin e rrejit, dytit. Tash vazhdon Ibn Zura, wa qulna inna hadhihi al-qadiyya taluhu lana ghayru sadiqa. Është qartë, kjo është me vend. Kur është fjala binisbati li Malik, kur është fjala për Imam Malikun. Wa in kana sadiqa, kjo është mirë, me vend është kur është fjala te Abu Hanifja, se Abu Hanifja nuk i ka kthyer tekstin sipërfaqësisht. Po, thot edhe Imam Maliku është siguri Imam Ebu Hanifja. Për ata është faqihu ra'yin, e jo faqihu atharin. Për këtu, mund të themi se krejt ajo që është demonstruar dhe i tash na del këtë mendim për Imam Malikun, e thëtë është qarë ose shumë qartë prej djetari ndoshta ma menom faqihu dhe juristi ma menom që ka dhënë bota islame në shekullin e kaluar është doktor Mustafa Zarqa. Mustafa Zarqa në librin e tij El-Madkhal al-Am, që është prej librave unike në tematikën e tina, s'ka shkruar kërkush as para tina, as mas tina, diçka të gjajshëm, është i nivelit me vlerësu. Për çka? Për arsye se Mustafa Zarqa mas pari është dikun
në gjenerata e 5 e djetarëve të mlajt fikut, do të pej 5 gjyshit. Do të gjithëre, do të baba djetari djetarë më të majtë kohës, babë gjyshi pej djetarë më të majtë kohës, 4 gjyshi, 5 gjyshi do të komplet, është gjenerat, mas gjenerate. Pastaj, doktor Mustafa Zërkon, aje që e ka veque gjithashtu se ka krye përveç shëriatit, e ka pas krye me dhe jurisprudencën laike. Do të është pej të rallëve, pej djetarëve islam, që kam pas edhe njënën edhe tjetër, i ka trajtu e qoshtjet, do të praktikisht ka njoft edhe ato fetaren edhe laiken. Dhe në librin e ti, që e përmenëm pak më heret, nëse zgaboj dikun është ribotimi i 3 i 4, këtu korrigjohet. Thët, ka qenë gabim, ajo që e shkruajnë studuesit bashkohor, dhe ndarja e shkollave, ose juristëve islam të gjeneratave të hershme, në Ahlul Hadith edhe Ahlul Rai, dhe konsiderimi Imam Malikut si imami i Ahlul Hadithit është pa vend. Dhe ndarja gjeografike Hijazi dhe Iraku, ose Medinja dhe Kufja, është gjithashtu është ndarje pa vend. Kështu që në 2 çështje si përfundim, po i thomë në fund të krejtash, se ndoshta e zgatëm pak, si përfundim mund të themi kështu. Ndarja gjeografike se Ahlul Hadith është fjala për shkollën e Hijazit me qendër në Medine është pa vend. Për arsye sepse hadithi ka qenë gjithandej edhe Iraku nuk ja ka lëshue udhën Hijazit me rivajet edhe po ka qenë bilet e gjenerata e 2 dhe e 3 mbi Hijazin. Për ata nuk qëndrën. S'punë me unë, vëllaj, ta janë Ahlul Hadith, atje s'ka pas hadith. Dhe e dyta, në Medine dhe në Hijaz kemi pas plot dietar që janë konë fukaha. Dhe praktikisht nuk ju bjen tamon, nuk ju shkon për shtati me i trajtue si Ahlul Hadith, po e janë Ahlul Rai, me plot kuptimin e fjales. Dhe që ndarja gjeografike, se ata kur i përmenin Ahlul Hadith, zakonisht i shtin 3 medhebin e Malikive, Shafive dhe Hanbelive. Në këshum pas qef me i pyet, Imam Shafiu ka lindur në Gaz, në Palestinën e sotshme. Ka jetu pakun në Mekë dhe në Medine, ka përfunduar në Yemen, tani në Irak, pjesën më të madhe e ka kaluar në Egjipt, pjesën e fundit, ku edhe ka shkruar medhebin e tij 3. Pej kajt mundu me konsiderua Imam Shafiun që o konë ma shumë i Hijazit se Irakut ose se i Egjiptit. Ndarja gjeografike për sërisë që ndërën. Ndërsa të medhebi i fundit, shkolla Irakut e ka prodhu Imam Ahmedin. Nuk e ka prodhu Hijazi. Për ata, ndarja gjeografike në shkollën e Irakut të Hijazit në të në rasit është ndarje që kërkon të korrigjohet dhe të saksohet sepse në atë formën që ofrohet në shkrimet e sidomos të bashkohur tash praktikisht është ndarje pa vend. Dhe t'i kthejmë edhe njërë temës, ndarja në tash po them tradicionalista ose Ahlul Hadith dhe Ahlul Rai, në racionalista e juristëve të gjeneratave të hershme, përsëri nuk guxon të kuptohet në kuptimin që është na u ka sjell tek neve. Sepse në Kufja është edhe Ahlul Hadith edhe Ahlul Fiqh dhe Medinja si shpom është edhe Ahlul Hadith edhe Ahlul Fiqh dhe ai që pretendohet se e udhëheq që ka tash po them flamburin dhe udhëheq Ahlul Hadithin që Imam Maliku më vonë praktikisht nëse e studiojmë historinë e tij dhe e studiojmë fikun e tina e shohim që medhebi Malikive është shumë më afër me medhebin Hanefive se sa me dy shkolla që i trajtojnë njëjtë. Nuk mundu me thonë një medhebi cili e ka kiasin burim të dispozitave dhe e ka istislahin ose maslahën mursele, interesin e përgjithshëm. Bazë të burim për i burimeve të dispozitave është shumë e palogjikshme me thonë është pej Ahlul Hadith jo pej Ahlul Rai. Kjo është parafërsisht atë që dashëm me e trajtue dhe synimi kësaj trajtese komplet ka qenë që mu sqaru disa bot kuftime. Ajo është që Ahlul Rai, siç do të flasëm se për Ahlul Rai s'jem qarë, pa u marrë hala më shumë.
sepse siç do të shohim ra'yi ose ahlur ra'yi të muhadithin të ma vonshëm, tash muhadithin jo ahlul hadith, këtë konceptin e mahershëm, të muhadithin të ma vonshëm që praktikisht një vazhdimsi e ahlul hadithit, po armësia e modhe tash me ahlur ra'yin ose fuqahan, sidomos me themin Hanefi, tash kemi një stat tjetër, po kjo është ma vonë. Aja kretë që thamë sot është vlenë për gjeneratën e dytë dhe gjeneratën e tretë. Ndërsa mas asoj që quhet fitnet khalqul Kur'an, telashja e madhe që ka sill mas vete çështja, a është Kur'ani që fjalë e Zotit i krijuam apo jo, dhe telashet që kanë dalë prej Mu'tezileve, kjo është çështje që do një trajtesë të veçantë dhe për këtë pikë do të mundohemi më marr pak më në veçanti sa ka reflektuar kjo problematik në largimin e atyre që e quajnë veten ahlul hadith dhe tjerëve që i kanë trajtuar ahlur ra'y, se prej këtu ka startuar ajo që tani më vonë është ndërtuar me mbi shpifje dhe mbi jo realitetin në vërtet, dhe na do të mundohemi me përmend edhe tekste prej librave të Hanbelive, drejt për drejtë që edhe ata pranojnë se praktikisht i kanë bu pa drejt Imam Ebu Hanifes, sepse tash Hanbelit dhe Shafit para tyne janë munduar me konsideruar si pronë të vetën hadithin dhe metodologjinë e ahlul hadithit në mënyrë që praktikisht me na u kundërvy neve se gjoja nuk kemi hadith dhe për këtu ka filluar e stadi që Hanefit nuk kanë hadith, po mbështeten vetëm në mendim dhe refuzojnë hadithin dhe shohim më vonë Ebu Hanifja so hadithe i pas ka refuzuar dhe ka pas hadithet mjaftueshme kufe me lend edhe me thonë s'ka hadithet mjaftueshme, është pak do të me konë koja ignorant me pranue në çështje të tillë. Edhe deshtu me sqaru këto varë çështje, inshallah, po gradualisht shumë skoja do të na sqarojnë edhe në trajtesat e ardhshme inshallah taala, e deri atëherë ju lëm në rrugën dhe ndihmën e Allahu xhaleshanu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.